Rama e sulmoi publikisht shoqata e gjyqtarëve i del në mbrojtje e magjistratit Marko Boshku, nuk do të tolerojmë. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve reagoi pasi kryeministri Edi Rama denoncoi dje publikisht gjyqtarin Marko Boshku, të cilin kreu i qeverisë denoncoi në lidhje me një vendim për rikthimin në detyrë të kreut të AMP-s Vlorë. Shoqata thekson se sërish kreu i ekzekutivit shqiptar në një mënyrë tërësisht të paprecedente dhe të papranueshme ka sulmuar një tjetër gjyqtar të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, zotin Marko Boshku. Së pari, shoqata i shpreh mbështetjen e plot gjyqtarit Boshku si një gjyqtar me integritet dhe model në punën e tij. Së dyti, ajo nxit Këshillin e Lartë Gjyqësor që të marrë një pozicion më të qartë në mbrojtje të pushtetit gjyqësor në tërësi dhe gjyqtarëve të caktuar në veçanti. Së treti, i bën thirrje të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar për të mbështetur pa rezerva sistemin e reformuar të drejtësisë, i cili është më së pari produkt i ndihmës së tyre të pakursyer, si dhe të bëjnë të mundur që zëri i tyre në këtë drejtim të dëgjohet nga ata që u ka humbur kjo shqis në raport me aktorët e brendshëm. Së katërti, kujton përfaqësuesit më të lartë të pushtetit ekzekutiv se çdo deklaratë denigruese në drejtim të gjyqtarëve përbën ndërhyrje në veprimtarinë e tyre dhe se referuar nenit 145.3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Një veprim i tillë pas sjell përgjegjësi sipas ligjit. Një veprim i tillë pas sjell përgjegjësi sipas ligjit. Mëtej, shoqata u garanton të gjithë gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë se ajo nuk do të tolerojë asnjë veprim, shfaqje apo koment fyes dhe poshtërues të kryer nga funksionar të lartë shtetëror të kujdo pushteti që ata i përkasin. Madje shoqata shtoi se postime dhe komente si ai që është bërë ndaj gjyqtarit Marko Boshku janë në kufi të veprës penale dhe si të tilla do të monitorohen nga kjo shoqatë, duke vendosur edhe hapat që do të ndërmerren në çdo rast.